Legjendat e futbollit nga 10-at e njëshi. Zidane, një nga mesfushorët më të mirë në botë në historinë e futbollit. Meqenëse është mesfushor, do të shiko. Parandje që do dalin emra shumë të fortë te ky ranking, kështu që po jap numrin që ka pas te Reali 5. Kylian Mbappé është një pretendent për topin e art këtë vit. Edhe për mendimin tim është një nga po shkruan historinë e tij në këtë lloj sporti, sidomos te Real Madridit. Por që, po e vete gjashta. Pra ndjej vloj shumë të fort këtu te ky ranking. Manuel Neuer. Tani ne na kanë pëlqyer gjithmonë lojtarët. Ky absolutisht është një nga 2 portierët më të mirë në botë pas Gigi Buffon, besoj. Por që, po e vete nënta. Mos ta vën fund fare. David Beckham. Ta hidhte topin David Beckham, kishte vetëm një detyrë, me e bo gol. Kështu që po e ve, 7. Artist. Ky ka qenë artist, jo vetëm futbollist, më ka pëlqyer shumë. Po e vete treshi. Thomas Müller, legjend e Bayernit, asnjëherë nuk ndroi skuadër. Edhe një nga lojtarët më karizmatik të Bayern Munich, por edhe në historinë e futbollit. Leo Messi, tani shpresoj mos më dalin ai tjetër, që Leo Messi, ky njeri që pikoi nga qielli për të luajtur futboll. Po e vet dytin se ju e dini ja. Për mua ky është giganti i futbollit, Cristiano Ronaldo. Ka thyer gjitha rekordet e mundshme, domethënë me gola, me asiste, me çdo gjë, me moshë, me golat moshës, me çdo gjë, në Champions League, në La Liga, në Premier League, gjithandej, edhe në Serie A, kështu që është me statistika është tepër lart. Tani ju do thoni topat e art, po topat e art janë edhe çik politik. James Rodriguez shkëlqeu për momentin, pastaj pati një rrëshqitje, shitoi e vetë 10. Lewandowski, një nga sulmuesit ose një nga 9 çat më të mirë në historinë e futbollit botëror. E meriton edhe 4. Kaq.